çfarë kanë të përbashkët këto MM me fushatën presidenciale fituese të Eisenhowerit dhe serialin televiziv Mad Men. Po seriali Mad Men përqendroi te një gjeni i marketingut me emrin Don Draper dhe personazhi i Draperit bazohej mbi një ekzekutiv të vërtet reklamash i quajtur Ross Reeves. Reeves ishte legjendar për mënyrën se si ai krijonte kontrast midis produkteve që reklamonte vetë dhe ato të klientëve të tij. Reeves krijoi sloganin e fushatës së presidentit Eisenhower me titull I like Ike. Po ashtu, Ross Reeves shkroi frazën e famshme të MM, shkrihen në gojë dhe jo në dorë, për ta dalluar këtë karamele nga çokoladat e tjera. Një ditë të bukur pranvere, Reeves po ecne së bashku me kolegun e tij nëpër Central Park të New Yorkut. Imagjinoni tani se sa bukur është shëtitja në Central Park në pranverë kur lulet po çelin, pemë gjithashtu, freski, gjelbrim, ndërsa ecnin të dy bashk drejt një restoranti, ata kaluan afër një burri në trotuar që ishte ulur dhe po kërkonte lëmosh dhe anash vetes mbante një copë kartoni ku shkruhej Jam i verbër. Për para vetes, a i kishte vendosur gjithashtu edhe një kanache në të cilin kishen rënë veç disa monedha. Pasi mbaruan drekën, Reeves me kolegun e tij, kur po ktheheshin në zyrë, Reeves vuri re se burri në trotuar ende nuk kishte mbledhur asnjë monedhë tjetër. Atëherë ai tha kolegut të tij që do ta ndihmoj këtë njeri. Kolegu mendoi se Reeves e futi dorën në xhaketë për të nxjerrë portofolin, por në vend të tij Reeves nxorri një stilolaps. Ai mori copën e kartonit nga zotria dhe shtoi në të vetëm 3 fjalë përpara se sa ta rivendoste në vend. Reeves dhe miku i tij u zhvendosen pak metra më tutje dhe qëndruan duke parë atë çfarë po ndodhte. Personi i parë që kaloi e pa copën e kartonit, ndaloi, ja bëri me krye një herë dhe pastaj hapi çantën dhe holli disa monedha në kanaçen e burrit verbër. Personi tjetër që kaloi bëri të njëjtën gjë. Pas 10 minutash, kanaçja që më parë ishte pothuajse bosh, tani ishte te mbushur me monedha. Dhe tani, cilat ishin ato 3 fjalë që Reeves shkroi për të ndryshuar situatën e njeriu të verbër në mënyrë kaq dramatike? A mund të kenë qenë fjalët jam i verbër, por Zoti sheh? A mund të kenë qenë unë jam i verbër dhe ti jo? Apo ndoshta jam i verbër dhe të lutem më ndihmo? Asnjëra nga këto. Përpara fjalëve ose sipër fjalëve jam i verbër në atë copë kartoni, Reeves shkroi. Është pranverë dhe unë jam i verbër. Në fillim mund të duket e çuditshme, por merr dhe një çast për të menduar pse pikrisht këto 3 fjalë ishin aq të fuqishme. Të gjithë pra mund të shijonin bukurinë pamore që ofronte Stina. Përveç burrit verbër, Reeves solli në vëmendjen e kalimtarëve një kontrast. Mes përjetimit shumë të pabarabartë që kishin ata dhe atij njeriu që qëndronte në park. Ata që lexonin kartonin dhe shijonin pranverën, ndjenin një shtysë të brendshme për ta zbutur këtë pabarazi në të vetmen mënyrë që mundnin në atë moment, duke i dhënë atij diçka. Tani, shiko me kujdes se si Reeves i shkroi fjalët e tij sipër fjalëve të burrit për të patur efekt maksimal. Kjo pasqyron një nga mantrat më të rëndësishme të këtij parimi. Ajo që ti bën në fillim të një situate, krijon sfondin për gjithçka që vjen më pas. Fenomeni i kontrastit thot pra se kur 2 gjëra janë të ndryshme nga njëra tjetra, do të perceptohen si akoma më të ndryshme nëse paraqiten afër njëra tjetrës. Kjo tregon se nganjëherë korniza në të cilën vendoset piktura mund të jetë më e rëndësishme se sa vetë piktura.
Një shembull nga bota e biznesit e ilustron akoma më mirë këtë koncept. Një prodhues vaskash me hidromasazh nxori në treg një version luksoz të modelit të vet me jacuzzi. Strategjia e zakonshme e shitjes ishte të tregonin klientëve fillimisht modelin më të lirë, pastaj modelin mesatar dhe pastaj modelin më të shtrenjtë. Shumë pak njerëz mendonin seriozisht për ta blerë modelin luksoz. Klientët thoshin se krahasuar me dy modelet e tjera që kushtonin nga 10.000 deri në 15.000, modeli $30 dukej realisht shumë i shtrenjtë. Më pas, kompania çfarë bëri? Thirrri ekspertët dhe studentët e Çaldinit për të analizuar këtë problem. Dhe ekspertët e Çaldinit vendosën që të intervistonin ata pak klient të cilët tashmë e kishin blerë modelin luksoz prej $30.000. Dhe çudia këtu ishte se ata që e kishin blerë modelin luksoz e adhuronin atë. Modeli luksoz kishte një mbajtëse për gota, më shumë rrjedhje ujë me presion të lartë, hapësirë për 8 persona, një verandë rreth rrotull prej druri, sistem audio dhe një çadër të vogël përsipër. Disa prej këtyre klientëve shpreheshin se tani miqt vinë tek ne për vaskën, fëmijët qëndrojnë në shtëpi për vaskën dhe shpesh organizojmë festa familjare rreth saj, është pra sikur të kishim një dhomë të re shtesë në shtëpi. Pas e analizuan këto përshtypje, ekipi i Çaldinit i kërkuan menaxherit të dyqanit që t'i udhëzonte shitësit të përdorin idenë e kontrastit. Por këtë herë, duke e filluar prezantimin e produkteve me modelin luksoz në fillim, dhe t'u thoshin klientëve shprehimisht se klientët potencial në mënyrë të sinqertë thonë se shumë nga ata që e kanë blerë këtë model shprehen se e adhurojnë, është sikur të kemi një dhomë shtesë në shtëpi. Pas kësaj, shitësi do të drejtonte këtë pyetje klientit potencial. Sa mendoni se do t'ju kushtonte të shtonit një dhomë të re në shtëpi? Dhe zakonisht klientit përgjigjeshin të paktën $80.000 deri në $100.000. Dhe shitësi do të thoshte, po kjo vaskë kushton vetëm $30.000. Ky ndryshim i vogël, por i sinqert, krijoi një kontrast midis kostos së një dhome për të shtuar në shtëpi dhe shpenzimit më të vogël për vaskën luksoze, e cila ishte po aq e vlefshme sa njerëzit e perceptonin si një dhomë shtesë në shtëpi. Dhe tani sa mendoni se u rriten shitjet e modelit luksoz pasi shitësit filluan të përdorin këtë kontrast? 5%, 10%, 15%, 25%? Jo. Shitjet u rriten me 520%. Përdorimi etik i fenomenit të kontrastit solli një rritje masive në shitje. Vini re se përdorimi i kontrastit funksionoi më mirë kur kostoja për të shtuar një dhomë të re në shtëpi përmendej përpara se sa çmimit të vaskës, dhe jo më pas. Është thelbësore që të bëjmë detyrat e shtëpisë mirë dhe të identifikojmë kontraste të ligjshme dhe etike që vërtet ekzistojnë, në mënyrë që t'u sjellim në vedi e klientëve tanë, sepse kur e bëjmë këtë, ne arrijmë të sjellim në vëmendjen e tyre kontrastet kuptimplota përmes një pyetje shumë të thjeshtë: krahasuar me çfarë? Është thelbësore të bëjmë detyrat e shtëpisë për të identifikuar cilat kontraste të ligjshme janë realisht të pranishme në ofertën tonë, në mënyrë që t'u sjellim në vëmendje klientëve apo audiencës tonë. Për ta përmbledhur, ka 3 gjëra që bindësit e aftë, të Zot, ose ata që përdorin me mençuri fenomenin e kontrastit, e bëjnë gjithmonë. E para, ata e dinë që kontrasti është gjithmonë i disponueshëm në çdo situatë diku, dhe nëse nuk po e gjen kontrastin, nuk po kërkon mjaftueshëm. E dyta, bindësit e aftë nuk e lënë më të mirën për në fund.
ata e nisin me krahasimin më të madh dhe më bindës në fillim. Dhe e treta, ata i përgjigjen paraprakisht në mendje pyetjes që klientët e kanë në mendje, por nuk e shprehin, që është krahasuar me çfarë. Prandaj, merr kohën për të bërë kërkimet tua, për të kuptuar realitetin që ke përpara, produktin që ke në dorë dhe për të zbuluar çfarë kontrasti kuptim plot mund të sjellësh në vëmendjen e atyre që dëshiron të ndikosh. Principi tjetër, më i fuqishëm në psikologjinë e bindjes, që do ta shohim në videon e radhës, është reciprociteti.